Dhe të lexojmë bashkë nga Ungjilli sipas Lukës kapitulli 6, vargjet 20-26. Dhe I drejtoi syt nga dishepujt e vet dhe thoshte: "Lum ju të varfër, sepse juaja është mbretëria e Perëndisë. Lum ju që tani keni uri, sepse do të ngopeni. Lum ju që tani qani, sepse do të qeshni. Lum ju kur njerëzit ju urrejnë, e t'ju veçojnë dhe t'ju fyejnë dhe ta shpallin emrin tënd keq për shkak të birit njeriut. Gëzohuni atë ditë dhe kërceni, sepse jashtëpërblimi juaj është I madh në qej, sepse në të njëjtën mënyrë etrit e tyre I trajtonin profetët. Por mirë ju o të pasur, sepse e morët ngushëllimin tuaj. Mirë ju që jeni të ngopur, sepse do të keni uri. Mirë ju që tani qeshni, sepse do të mbani zi e do të qani. Mirë ju kur të gjithë njerëzit do të flasin mirë për ju, sepse në këtë mënyrë vepruan etrit e tyre me profetët e rrem." Kjo është fjala e Zotit e le ta mirëpresim sot si tillë, si vërtetë dhe si autoritative për ne. Pra jemi sot në predikimin e Jezusit dhe do shohin veçanti, do shqyrtojmë vargjet 24-26, apo siç njihen ndryshe mjerimet. E thamë edhe herën tjetër që në këtë predikim Jezusi tregon apo mëson për natyrën e brendshme dhe gjenuine të besimit vërtet. Pra çfarë është natyra e besimit, çfarë është natyra e vërtet e besimit. Ai drejtohet turmës së dishepujve. Vini re këtu, e kemi folë herën tjetër kontekstin s'do marr shumë kohë, pasi ishte në mal zbriti poshtë, dishepujt u afruan, por edhe turma tjera, por predikimi I drejtohet ndjekësve të tij, por në atë grup, patjetër që ai drejtohet dishepujve, por kishte dishepuj vërtet. Kishte dishepuj të vërtet. Kishte dishepuj jo të vërtet. Kishte të tjerë që kishin dëshirë me ndëgju, si kishin ardhur nga anët e tjera për të dëgjuar mësimet e Jezusit. Dhe Jezusi po I mëson këtu për natyrën e besimit, natyrën e mbretërisë, edhe për karakterin e një besimtari të vërtet. Një besimtar I vërtet, apo që çfarë e dallon pra një besimtar të vërtet, spari e mas shumti. E çfarë e dallon një besimtar të vërtet, një dishepull vërtet të Jezusit mas shumti, është çfarë ai do më shumë. Spari e mas shumti. Çfarë don? Apo kujt I shërben? Ato pyetje që ngritëm dhe herën tjetër. Apo ndryshe me thënë, është Krishti gjithçka për të. A është Krishti gjithçka për ne? Edhe herën tjetër pyeta, është Krishti gjithçka për ty? Nuk thash a është Krishti diçka ose një nga gjërat, por a është Krishti gjithçka për ty? Paul Washer, një nga predikuesit që ju disa prej jush e njihni, thot, është e tmerrshme, po citoj. Është e tmerrshme për një krishter të thot që Krishti është pjesë e jetës time. Nuk duhet thot Krishti është pjesë e jetës time. Duhet thot ai është jeta ime. Krishti është jeta ime, jo pjesë e jetës time. Kur dikush thot, dikush I thot dikujt duke inkurajuar, ta kesh Krishtin numrin 1 në jetën tënde. Me njëherë, thot Paul, me kuptoj që teologjia e tyre ka probleme. Krishti nuk është numri 1 në listën e gjërave në jetën tonë. Ai është një kategori komplet ndryshe, krejt tjetër. Ai është në kategorinë ku qëndron vetëm. Është I vetmi, është gjithçka në jetën tonë, jo një ose I pari I jetës tonë. Këto mësime janë të forta, këto mësime janë të vërteta, këto mësime janë në fakt në kundërshti të plot me mendjen, pra ose bie në kundërshtim mendja e Krishtit, apo mësimin e tij me mendsinë apo me opinionin e botës. Dhe përmes këtyre mësimeve, ti mund të kuptosh më shumë se si mendon. A mendon sot si Jezusi apo mendon sot si bota? Ndaj, ndërsa I shqyrtojmë, I shikojmë këto vargje, le të mendojmë ashtu siç thot Riley. Ai thot, le ta vëmë përpara nesh këtë pjesë, këtë tekst, me një veç shqyrtim. Gjoni këtë. Riley thot, ta vëmë përpara nesh këtë tekst, me një veç shqyrtim apo me një vet hetim. Le të pyesim veten
se çfarë mendojnë për këto deklarata të mrekullueshme që Jezusi thot këtu. Ai pyet, a mund të pajtohemi me ato që Zoti ynë Krisht thot? A pajtohemi plotësisht me ato që Zoti ynë Krisht thot? A jemi ne në një mendje me të? Pra i lexojmë, ti vëmë këto vargje përpara, edhe themi a jemi dakord me Krishtin, me çfarë mëson Krishti Zoti jon, edhe a jemi në një mendje me të? A besojmë ne me të vërtetë ato që ai thot në zemrën tonë? Apo jemi këtu për të dëgjuar fjalë të mira apo si në teatr për të kënaqur për pak kohë? Vëllezër dhe motra, shpesh me e bëjmë një gabim të madh si të krishterë postmodern. Gjoni i cili është gabimi shumë i madh si të krishterë postmodern në kohën tonë. Ne kemi dëshirë të ndajmë Krishtin nga mësimet e tij apo nga fjala e tij. Të ndajmë Krishtin nga mësimet e tij. Ne duam Krishtin që të na shpëtojë. Sot krishterimi postmodern don Krishtin që të na shpëtojë, por jo mësimet e tij që të na ndryshojnë. Duam Krishtin që të na shpëtojë, duam çfarë na e prishte parajsën, po jo mësimet e tij që të na mësojmë. Ne duam një Krisht që na lën siç jemi. E kemi qef Krishtin, po kemi qef të na lajë Krishti siç jemi. Të mos na bjerë nesh, apo të mos na e prish rahatin apo të rrezin. Vëllezër motra, lajmi i keq për ju sot është ky. Një Krisht i tillë nuk ekziston. Nuk hyn në kategorinë e Biblës një Krisht i tillë. Krishti është i pandashëm nga fjala e tij. Jo vetëm ai është i vërtet dhe jep jetë, vetë Krishti është i vërtet dhe jep jetë, por fjala e tij është e vërtet, është një fjalë e gjallë. Natyra e tij dhe mësimi i tij vijnë bashkë. Fjala, shkrimi na mëson se jo vetëm për natyrën, pra nuk na mëson shkrimi vetëm për natyrën apo për karakterin e Krishtit, por na mëson gjithashtu për natyrën e dishepujve të Krishtit. Dhe mësimet e tij janë, mësimet e tij nuk janë me mësu Krishtin, janë me mësu ne ndjekësit e Krishtit. Pra shkrimi nuk na mëson vetëm për natyrën dhe karakterin e Krishtit, por na mëson se si duhet jetë jeta dhe karakteri i dishepujve të Krishtit. Ndaj mësimet e tij shpesh janë të forta, por janë të pandashme me natyrën me vetë Jezusin. A nuk kemi mësuar kur kemi predikuar Ungjillin e Gjonit, tek Ungjilli i Gjonit kapitulli 6, kur ai mëson për bukën e jetës, bën shumimin e bukës dhe mëson për bukën e jetës dhe në fund thot, unë jam buka e jetës. Ju duhet me hani mua, ju duhet ushqehin me mua. Dhe manimen kur bën këtë mësim në fund kapitullit, ishin turma dishepujsh, edhe ata e thanë, kjo e folur është e rand. Jezusi flet pak rand. E di që edhe kur flasun nga herë predikoj disa ja u dukte rand herën tjetër. S'ka problem. Jezusi është i rand. Ai tha duhet me hani mua dhe shumë dishepuj e lan. Shumë dishepuj e lan. Ndryshimi mes Jezusit dhe nesh nuk është se Jezusi nuk viktimizohet si ne. Kur na lajn, dhe Jezusi nuk ju lut atyre që e lan, aman, të lutemi hajdeni se po mbien numri. Atyre fare, por edhe këtyre 12-ve që qëndruan apostujve, ju tha, a keni dëshirë edhe ju të largoheni? Edhe Pietri tha, çfarë tha? Ku të shkojmë? Ku të shkojmë Zot? Ti ke fjalë jetë përjetshme. Vini re, jo vetëm Krishti ka jetë përjetshme, fjala e tij, ti ke fjalë jetë përjetshme, është e pandashme, ti ke fjalë jetë përjetshme. Ne kemi mësuar e kuptuar e njohur që ti je Krishti, biri i Perëndisë së gjallë. Ndaj një dishepull i vërtet nuk ofendohet. Gjoni këtë. Një dishepull i vërtet nuk ofendohet nga fjalët e Jezusit. Sa do të rënda qofshin, por i afrohet atij edhe më shumë. Sepse fjalët e tij janë fjalë që kanë jetë dhe kanë jetë përjetshme. Nuk largohen, u larguan ata trajmit. Të vërtetet ju afrohen dhe më shumë. Sepse ai Krishti ka fjalë jetë dhe jetë të përjetshme. Prandaj, edhe ndërsa mësojmë sot, edhe shikojmë që më sipër, ndërsa sytë atyre që janë duke qarë, ngrihen nga Jezusi, ai ngre për të shikuar lart, ku do të kenë shpërblimin e tyre. Thotë, gëzoni sepse shpërblimi i juaj është i madh në qiell, vargu 23. Ndërkohë
Jezusi pra ndërkohë ngushëllon ata që janë të varfër, të rritur, që qajnë, edhe që përndishen. Ndërsa ngushëllon, patjetër Jezusi kur i lexuat librin Zemër Budhe i përulur, ai është ngushëlluesi i të vobekëve, po është qërtuesi i të fortëve. Dhe ndërsa i ngushëllon e u qëndron afër të varfërve, të rriturve dhe atyre që qajnë dhe që përndishen, në të njëjtën mënyrë Jezusi u kthehet me mjerim. Të lumi shpallën ata, por u kthehet me mjerim atyre që janë të pasur, atyre që janë ngopur, atyre që tani qeshin dhe atyre për cilët që kërkojnë miratimin dhe pëlqimin e gjithkujt. Qëllimi i predikuesit dhe predikimit nuk është vetëm për të ngushëlluar nevojtarin. Nuk është vetëm për të ngushëlluar nevojtarin apo për të ngritur shpirtin e të përulurit. Por është qërtues dhe qëllimi është për të qërtuar apo për ndërgjegjësuar e për të qërtuar mëkatin ata që kanë mëkatin e tyre në zemrën e tyre. Për ata që janë në zemrën e tyre të fortë e janë të vetë mjaftueshëm e mendojnë që nuk kanë nevojë për Zotin. Pyetja që ngrihet është, a është Jezusi kundër pasurisë? Vini re që thot aty, mirë ju të pasur, mirë ju që jeni ngopur, mirë ju që qeshni. A është Jezusi kundër pasurisë? Apo dëshmisë mirë? Çfarë na mëson Jezusi këtu? Do t'i marrim pak me radhë. Mjerimi i parë, vargu 24, është ai që mund të quajmë pra mirë ata që janë pasur, mjerimi i pasurisë, mirë ata që janë të pasur. Tash ne e dim që në Bibël shohim njerëz të pasur, por që janë edhe të përëndishëm. Edhe është i fije vështirë, po shohim Bibël njerëz të pasur edhe të përëndishëm. Po Jezusi thot mirë ju që jeni të pasur. Mirë në qoftë se çfarë? Jezusi nuk është duke qelluar pasurinë vetvete, thesin e lekëve, se ata nuk lëvizin, nuk bëjnë gjë. Por është duke ju drejtuar atyre që pasuria juaj po bëhet për shembull në mënyrë të padrejtë, që keni pasuri në kurriz të tjerëve, që keni pasuri për shkak të korrupsionit, se s'leni gur pa lujt e gjë pa bë për të fituar pasurinë. Mirë ata që mbështeten, ku? Gjojë këtë. Mirë ata që mbështeten tek pasuria dhe nuk e shikojnë veten si nevojtar. Nuk e shikojnë veten si nevojtar. Sepse ata nuk varen tek Zoti, por tek pasuria. Që në vend që pasuria tu shërbej atyre, ata i shërbejnë pasurisë. Gjojë këtë. Mirë ata që në vend që pasuria t'ju shërbej atyre, ata i shërbejnë pasurisë. Që ata që kanë për ata që nuk kanë vend për nevojën apo për shpëtimin apo për ndihmën e Zotit. Që në vend që pasuria t'i gëzojë, në vend që pasuria t'i gëzojë, ata më shumë i shqetëson. Të pasurit që mburren dhe mendojnë që me që kanë shumë çka, atëherë mendojnë që patjetër Zoti është me ta. Është vërtet që Perëndia bekon. Po jo çdo herë që ke shumë, patjetër Perëndia është duke bekuar. Është një gabim i madh të mendosh që rehatia, begatia është patjetër një miratim prej Zotit për ty. Patjetër është vjen nga Zoti, po jo patjetër është një miratim. Ajo është nëse për Zotin, ajo është një bekim dhe e miraton, nëse për Zotin je gati ta lësh e të mos mbështetesh në të, por në Zotin. Mos mbështetesh në të për Zotin. Të mirë thotë Riley janë ata që refuzojnë kërkojnë thesaren qiell. Janë të garkuar e të përzirë këtu sa harrojnë të kërkojnë, refuzojnë kërkojnë thesaren qiell sepse i duan më shumë gjërat e mira apo thesaret e kësaj bote dhe nuk heqin dorë nga paratë e tyre nëse i kërkon nevoja për hir të Krishtit, sepse Krishti thirr me lanë gjithçka për të. Këta janë të mirë.
Abrahami ishte i pasur. Po ku ndryshon Abrahami me na një nga një që është i pasur? Abrahami ishte i pasur, por ai ishte i gatshëm të jepte gjithë pasurinë, gjithë shka, edhe vetë Isakun, birin e tij vetëm për Perëndin. Kur Perëndia i kërkoi me dhanë gjithë shka, ai ishte gati me dhanë gjithë shka për hir të Zotit. E kemi kur e kena vështirë me dhanë lani jo orë punë, i 10.000 lekësh. Imagjinoni nëse Perëndia na kërkon djalin. Ishte i pasur Abrahami, ndoshta është më i pasur se ti, po ishte i gatshëm me dhanë gjithçka më shumë se sa ti. Ky është ndryshimi i jetë me Abrahamin. Jobi ishte i pasur, por Jobi tha, lakurisht erdha në këtë botë, lakurisht do të thejmë për i kësaj bote, i bekuar qoftë emri i Perëndis. Dhe kur gruaja vet i tha, Zoti të mori gjithçka, mallkoi emrin e Perëndis dhe vdiq, ai tha, jo, bekuar qoftë emri i Zotit. Dhe kur Perëndia i mori gjithçka, ai e bekoi Perëndin. Tani pyetja ngrihet, a jemi ne të pasur? A jemi ne të pasur? Po, je i pasur dhe hyn te mjerimet. Pra, nuk e di kush hyn te këto mjerimet, por nëse mendon se ke Jezusin edhe pasurinë, nëse Jezusin e ke Jezusin dhe pasurinë, apo pasurinë dhe Jezusin bashkë, dhe nuk Jezusi nuk ka gjithçka për ty, duhet të mendosh për këtë. Nëse mendon që shtëpia, pasuria, shkolla, karriera ta siguron të ardhmen, dhe të ardhmen tane e ka në dorë kjo, atëherë duhet me thanë mirë për ty e mirë për vetin. Që ose mendon që familjen ti e mban sepse ke lek, që fëmijët i mban dhe i edukon sepse ke lek, që ardhmi atyre pavarësisht karakterit tënd, që mund t'jeti dobët sepse i ke humbur mas pasurisë, ti mendon që ata janë sigurt pavarësisht karakterit tënd, po të pasurisë tane. Kush është më rëndësishmi për një prind? A është karakteri i babës apo lekët e babës? Çfarë mendoni ju? Integriteti i babës apo lekët e babës? Kush është më rëndësishme? Nëse ti mendon se është i sigurt sepse ke lek, kur punët i zgjidh me lek, kur shqetësimi më i madh është sa ke dhe jo kush je, gjoja është për të thënë mirë për ty, nëse je më i shqetësuar sa ke se sa kush je. Çfarë karakteri, kush je në Zotin? Je më i shqetësuar çfarë ke se sa kush je. Je më i shqetësuar se sa kanë fëmijët tu, se sa kush janë fëmijët e tu. Është më rëndësishme. Mirë ju sepse morët, vini re çfarë thotë. Mirë ju sepse po punoni për këtë dhe për atë që merrni, Perëndia është interesant. Perëndia është interesant, ngajherë t'jep atë që po kërkon. Shumë herë t'jep atë që kërkon. Nëse po kërkon pasurinë dhe shpërblimin dhe thotë dhe vini re çfarë thotë. Mirë ju sepse e morët të plot, e keni marrë çfarë ke lyp, e ke marrë këtë jetë, në atë tjetrën gjas takon. Atë që po kërkon, ta jep, sepse Zoti herë na jep atë çfarë kërkon me të vërtetë zemra jonë. Mendoje pak të këtë. Kur të paraqitesh para Zotit, çfarë do të kesh ti afrosh atij? Çfarë do të kesh ti afrosh atij? Mirimi tjetër është mirimi i kënaqësisë. Mirë ju që jeni të ngopur, edhe i herë nuk ka problem dhe nuk është i shqetësuar Perëndia nëse ti ke ushqim të mirë për darkë sonte. Por kuptimi këtu është mirë ata që nuk janë nevojtar, ata që janë plot, ata që si mund gënxha, janë plot me vetveten, me ata që kanë gjithçka. E si mund gënxha, e për këtë nuk i luten as i kërkojnë gjë Perëndis. Ata që mendojnë se ato që kanë janë të mjaftueshme, që janë hedonist, që janë egoist, që qëllimi i tyre është të kënaqin veten dhe të shmangen vujtjes apo shërbimit apo dhënies. Që s'ka nevojë as uri, as etje për Zotin. S'ka uri as për pyetja ime e madhe është kjo, kur çfarë është etja, çfarë është dëshira më e madhe kur ngrihesh në mëngjes, çfarë mendon më shumë ti? Për Perëndin, për fjalën e tij ke etje, për drejtsinë e tij, për fjalën e tij apo
Mirë ai që ose ki ra në rahati apo në apati. Mirë ata që janë gopur dhe s'kan nevojë. Doni një shprehje nga Andrea Shtifni, teologu i madh shqiptar. Ai thot për këta njerëz: sa më shumë kanë, aq më shumë ushtohet, aq më shumë ushtohet oreksi dhe aq më pak ngopen. Qoni edhe herë shprehjen nga Andrea Shtifni. Sa më shumë që kanë, aq më shumë ushtohet oreksi, s'ngohen kurr, edhe aq më pak ngopen. Mos qofshim kurr as ngopur vëllezër motra, sa të mos kemi uri për gjërat lart. Që na ka prediku vëlla more ti ngrejmë syt lart e të kërkojmë gjërat që janë larg, jo këtu poshtë. Që ose je ngopur dhe syt tu s'ka nevojë më për shikuar gjërat lart. Atëherë është më thënë mirë. Për këta që janë ngopur tani, të kënaqur tani me ata dhe janë plotësuar në këtë gjë që ofron bota, do të kenë uri gjithmonë. Do të kenë kërcëllim llambësh. Do të dashuroni diçka, do të doni diçka që s'do ja u kënaq kur zemrën tuaj dhe kur s'do ta gjeni atë plotësi. Mirimi i tretë është mirimi i lumturisë. Lumë ju si e qeshni. E thash edhe herën tjetër, e s'duhet ndalem shumë. Të qeshësh është mirë, nuk ka asnjë gjë. Ata si qeshin, unë i kam qef shumë, Jezusi i ka qef shumë. Por kur qesh, çfarë është kjo fjala këtu? Mirë ata që qeshin. Ka vjen kur ne bëjmë gallat, humor, jena duke bë. Kur qesh për gjërat që duhet qash. Ka edhe në mesin tonë vëllezër motra që nuk dinë me qesh për çfarë duhet me qesh, nuk dinë me qajt për çfarë duhet qash, merren me cikrrimat pa nevojshme e jo me gjëra të rëndësishme. Qesh kur duhet, nuk qesh kur duhet me qesh, nuk qahen kur duhet me qan. Kur dikush një vëlla vjen e thot kujdes për këtë mëkat se kjo të çon në këtë jep këtë pasojë, edhe ti përçesh, fal ti se jam të krypun të mi janë. Kjo është kjo lloj qeshit, me qesh me gjanat e vërteta dhe paralajmërimet e Perëndis. Një gëzim sipërfaqësor i cekët dhe pa aftësi për të qarë për gjërat që duhen, pa aftësi për të qarë për gjërat e Perëndis. A dini që shumicën edhe ankesave ose diskutimeve që marrim edhe në mesin tonë janë për gjëra dytësore apo tretësore. Jezusi qeshi, ai ishte i gëzuar, ai ishte burim gëzimi për shumë. Edhe në fakt ai ishte kundër atyre që e prishnin gëzimin me rregullat e tyre fariseike. Kur dikush shërohet, Jezusi i shëron dorën e kamen në vend që njerëzit gëzoheshin, farisejt thonë pse u bë kjo ditë në shtunë. Nuk qeshin edhe nuk gëzohen me ata që janë shëruar dhe i shpëton jeta, por merren me gjëra tretësore, katërcore, duke nxjerr bishta. Kjo është ajo lloj qeshjet, edhe ajo sqarit e gabuar. Por ai gjithashtu qeshi, ai u gëzua, ai sillte gëzim. Por nga ana tjetër, ai shajti për Llazarin, për vdekjen, për smundjen, për mirimin e mëkatit. Nëse qesh me mëkatin, nëse qesh sot me mëkatin, do të qash për shkak të pasojave ti në përjetësi. Nëse qesh sot me mëkatin, do të qash për pasojat me pasojat e ti në përjetësi. Dhe i fundit mirim është mirimi i popularitetit. Është shumë e rrezikshme, gjojeni këtë. Është shumë e rrezikshme kur gjithë njerëzit flasin mirë për ty. Dhe disa njerëz kanë dëshirë që me fol gjithë njerëzit mirë për ta. Me rregullu me pas mirë me krejt. Kur e ke mirë me krejt, gjojeni këtë keni vëri me këtë, ndash prej andit ku doni. Kur mendon edhe përpiqesh me pas mirë me krejt, gjasat janë që se ke mirë me asnjë. Kur përpiqesh me pas mirë me krejt, nuk e ke mirë me asnjë. Se kjo nuk mund ndodh. Nuk mund ndodh që ti jesh mirë me të gjithë, vetëm nëse sakrifikon parimin e drejtësisë, nuk e i drejtë. Nuk mund të jesh i mirë me të gjithë, vetëm nëse bëhesh i padrejtë. Pse? Sepse nëse në mesin tonë ose në një grup ka besimtarë ose dikush është pro kësaj dhe ose dikush janë kundër kësaj, pra themi një mëkati dhe ti thuaj jam kundër
martesës gay, po themi, ku diçka një gjë, dhe disa janë pozicionuar, pra nëse bën një deklaratë, dikush do mërzitet. Vetëm nëse thu me shkel, jo, shiko, mirë e keni ju edhe ju mirë kështu, po shiko, edhe kjo është aty do munohesh me mirë me Facebook me marrit mirë me të gjithë. Kur je mirë me të gjithë, do të thotë që ke sakrifikuar parimin e të vërtetës dhe drejtësisë. Ndryshe nuk ka. Është diçka të kesh dëshmi, nuk po flasim këtu për dëshmi të mirë, e folëm herën tjetër. Diçka tjetër kesh dëshmi të mirë, a diçka tjetër flasin tan mirë për ty. Ti mund ta kesh dëshminë e mirë dhe nuk flasin mirë gjithë për ty, po të përndjekin, nuk është e njëjta gjë, mos e ngatroni. Diçka tjetër është dëshmia e mirë, diçka tjetër është flasin gjithë mirë për ty. Ne e dim që Pauli i thotë Timoteut, duhet të kesh dëshmi të mirë kundrejt të jashtëmve, kundër jo besimtarëve. Po është diçka tjetër të kërkosh miratimin e tyre, të kesh dëshminë të mirë kundrejt tyre, po jo miratimin e tyre. S'mund të jesh i vërtetë dhe parimor dhe të mendojnë gjithë mirë për ty. Të kërkosh pëlqimin e gjithëve, është bie në grackën dhe të futesh automatikisht në kategorinë e profetëve të rrem, je mësuesi rrem. E thot Jezusi këtu. Të mundohesh të pëlqesh gjithëve, është të biesh në grackën në kategorinë e mësuesve të rrem. Je i rrem, si i vërtet. Okej? Nëse je i pranuar dhe i popullarizuar mes njerëzve që të jetosh pra me frymën e botës sotme dhe të lig, në fakt mund të shikosh veten se ndoshta mund t'i përkasësh fiks botës dhe kësaj epoke. Pra nëse përkon gjithçka dhe bie dakord me botën dhe me këtë epokë në parimet tua dhe nuk i bën përshtypje, ka mundësi si je prej tyre, je si ata. Sepse vetëm nëse je si ata, nuk ju bën përshtypje atyre. Vetëm nëse je si ata, nuk ju bën përshtypje atyre. Kent Hughes, një autor, thotë dëshira për popularitet mund të bëhet, pra, një anestezi, një mpirës, një anestezi shpirtërore e fokusuar te vetja. Po, duke nuk me bën këtë, mund ta paralizosh veten edhe e bën fokusin te vetja, që ti të kënaqesh veten, jo të kënaqesh Perëndin. Se kur don që të gjithë mendojnë mirë për ty, ti ke qejf që të kënaqesh veten, jo të kënaqesh Perëndin, pavarësisht se dikush mund të mërzitet. Okej? Një person që përsekutohet për Krishtin është i zgjallë. Dikush që kundërshtohet për Krishtin është i zgjallë. E kundërta është e vërtetë. Nëse nuk përsekutohesh nga bota, nuk përndiqesh nga bota, je si bota, sepse bota nuk shën ndryshim, siç thash. Një thënie më duket angleze amerikane, nuk jam i sigurt, por e lexova te komentari i këtij Hughes, thotë, një qen i ngordhur noton sipas rrjedhës të lumit. Kur një qen i ngordhur, ka thënë që rrin sipërfaqe, një qen i ngordhur shkon sipas rrjedhës të lumit. Por nëse është një qen i gjallë, ai luan ban në durë kam dhe shkon e del mbrek kundër rrymës. Pra nëse duke shku ka çon rryma dhe je mirë me të gjithë, ka mundësi që je qen i ngordhur. Të jesh një burr apo një grua sipas rrjedhës apo kulturës së paperëndishme, do thotë që je në anën e të vdekurve. I anën e vdekur, ata në vdekur do të pëlqejnë ty, atë do thotë që ka mundësi je i vdekur. Jeremia profet ishte i urryer, ta nuk kam kohë të qëndroj këtu, por më tregu për Jeremia profeti ishte i urryer. Jo vetëm që ishte i urryer, por gjithë profetët e tjerë të rrem binin dakord e flisnin fjalë të mira, kundër këtij por fjalë të mira që kishin qellë me gjuhë të tjerët. Askush nuk e dëgjonte Jeremian, por dëgjonin profetët e rremit që thonin gjërat që ju pëlqenin njerëzve të dëgjonin. Por Jezusi thotë që ne duhet të themi të vërtetën. Edhe për këtë ka një çmim që duhet paguajmë. Nëse ne flasim për të kënaqur njerëzit, e jo Perëndin, bie menjëherë në kategorinë e profetëve të rrem, edhe do kemi si rezultat përfundimin e tyre, thotë këtu. Para ku Jezusi më nën. Mani më çfarë thash në fillim, ne nuk do të bijmë dakord vetëm me Jezusin, por edhe me mësimet e Jezusit. Okej? Për ta mbyllur, ca pyetje për ne. A besojmë të dashur se varfëria
ajo varfëri që kam shpjeguar, varfëria, mungesa apo nevoja për Zotin, për ndjekja janë bekime prej Perëndis. Për cilën jetë po jetoni? Për cilën jetë po jetoni? Për këtë këtu apo për tjetër? Gjojeni këtë thënie. Ne do të shkojmë në atë vend për cilin ne jetojmë sot. Ne do të shkojmë në atë vend për cilin jetojmë sot. Por nëse të thuhet, imagjinoj këtë. Po nëse të thuhet sot se shpërblimi yt në qiell do të jetë në proporcion me përndjekjen për Jezusin për shkak drejtësisë, sa shpërblim do të merresh me vete? Nëse të thuhet sot se i vetmi shpërblim është në proporcion me përndjekjen për shkak të drejtësisë dhe të mbretërisë Jezusit, sa shpërblim do të merresh me vete? Dhe zërë motra, bijem dakord apo s'bijem me këto mësime, me këto mjerime. Bijem dakord apo nuk bijem me këto mësime, dakord? Një gjë është e sigurt, çfarë do që ne të mendojmë. Ata që Jezusi i shpalt lum, do të jenë të lumtur për jetë. Dhe ata që Jezusi i shpalt mirë, do të jenë të mirë për jetë. Nuk mund ta bësh kapërcimin ti. Ty ndoshta të pëlqen, ty ndoshta s'të pëlqen. Por kjo është e sigurt. Ata që Jezusi i shpall lum do të jenë të lum. Dhe ata që i shpall Jezusit mirë do të jenë të mirë. Le të lutemi bashkë.